Ju përshëndes të gjithëve, do të jemi së bashku në Scan Review me mua Ernilda Luzi për të njohur me zhvillimet kryesore ekonomike të javës. Në lajmet kryesore që shënjuan javën veçojmë pas një rënje në muajin prill, besimi në ekonomi është rikthyer sërish rritjes gjatë majit. Sipas raportit të përmuajshëm të Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit me 1.1 në muajin maj, me industrinë dhe shërbimet që patën ndikimin më të madh në këtë rritje. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike do të marrë 45.75 milion euro kredi nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për të rifinancuar dhe zgjatur afatet kohore të overdrafteve ekzistuese me garanci shtetërore të lidhura me bankat e nivelit të dytë për shkak të nevojave emergjente për likuiditet. Gjatë viteve të fundit, tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka kaluar përmes ndryshimeve të theksuara, të diktuara nga zhvillimet ekonomike dhe ato urbanistike në vend. Sipas të dhënave zyrtare të analizuara nga Scanintel, shohim se në 3 muajt e parë të vitit aktual, numri i leve të ndërtimit ka rënë me 17%. Komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos, gjatë raportimit të saj në Komisionin për Punët e Jashtme në Parlamentin Evropian, deklaroi se ritmi i reformave në Shqipëri po përshpejtohet ndjeshëm, duke afruar vendin drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Qeveria parashikon që në vitin 2030 të rrisë në masën 50% pensionin mesatar në Shqipëri. Aktualisht, pensioni mesatar i pleqërisë në vend, sipas të dhënave të vitit 2024, është 184 euro për pensionet urbane dhe 110 euro për pensionet rurale. Çka do thotë se brenda 5 viteve, pensionet e qytetit pritet të shkojnë mesatarisht në 276 euro dhe pensionet e fshatit 165 euro. Ndërkohë, për më shumë informacion, ndiqni materialin e përgatitur nga Departamenti i Informacionit në Scan TV. Pas një rënje në muajin prill të këtij viti, besimi në ekonomi është rikthyer sërish rritjes përgjatë muajit maj. Sipas raportit të përmuajshëm të Bankës së Shqipërisë, treguesi i ndjesisë ekonomike u rrit me 1.1% në muajin maj, me industrinë dhe shërbimet që patën ndikimin më të madh në këtë rritje, ndërsa besimi në sektorin e ndërtimit dhe tregtisë regjistroi një rënje të lehtë. Konkretisht, besimi në industri u rrit me 8% në muajin prill, si rrjedhoi vlerësimeve optimiste për kontratat e porosive të bizneseve nga eksportet. Niveli i tij në këtë muaj është përsëri në mesataren historike. Bizneset e këtij sektori presin çmime në rënje në të ardhmen. Treguesi besimi në shërbim qëndron në rreth 16% mbi mesataren historike. Operatori shpërndarjes së energjisë elektrike do të marrë 45.75 milion euro kredi nga Banka Evropiane për rindërtim dhe zhvillim, për të rifinancuar dhe zgjatur afatet kohore të overdrafteve ekzistuese me garanci shtetërore, të lidhura me bankat e nivelit të dytë për shkak të nevojës emergjente për likuiditet. Kredit me vlerë totale 80.5 milion euro u morën për të financuar importet e energjisë elektrike përgjatë krizës së energjisë në vend, ndërkohë që shkak për ndryshimin e kreditorit janë kushtet më të favorshme në drejtim të interesave bankare, ndërkaq që investimi i BERJ do të kushtozohet nga i programi të akurtuar reformash që pritet të ketë ndikim të rëndësishëm në zhvillimin, menaxhimin dhe eficiencën operacionale të OSHE-s dhe rrjedhimisht të sektorit të energjisë elektrike në Shqipëri. Përgjatë viteve të fundit, tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri ka kaluar përmes ndryshimeve të theksuara, të diktuara nga zhvillimet ekonomike dhe ato urbanistike në vend, ndërsa çmimi mesatar në shitje në treg ndryshon dukshëm nga njëra zonë në tjetrën. Scanintel ka zgjedhur një qasje alternative, duke bërë një llogaritje të thjeshtë mbi bazën e të dhënave zyrtare për lejtë e ndërtimit dhe llojet të ndërtimit. Sipas dhënave zyrtare të analizuara nga Scanintel, shohim se në 3 muajt e parë të këtij viti, numri i leve të ndërtimit ka rënë me rreth 17%, po ashtu në rënje vlerësohet edhe sa i përket sipërfaqes totale të parashikuar për ndërtimet në po të njëjtën periudhë. Megjithatë, pavarësisht rënjes të treguesve të mërsipërm, rezulton se vlera e përafërt e projekteve të miratuara arrin në 20.1 miliard lekë, duke shënuar një rritje prej 47.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit më parë. Eurostat ka publikuar të dhënat në lidhje me net qëndrimet e turizmit për 3 muajin e parë të vitit 2025. Sipas dhënave zyrtare, në total pati 452.4 milion net qëndrime në akomodime turistike në gjithë Bashkimin Evropian. Sipas dhënave për Shqipërinë, rezulton se në muajin mars
janë regjistruar gjithsej 192.000 net qëndrime, nga të huajt, nga gjithsej 234.000 net qëndrime në total. Krahasuar me të periudhën e vitit më parë, Shqipëria ka shënuar një rritje domethënëse për rreth 32.6%. Shqipëria për gjatë muajit mars ka kryesuar edhe Europën, jo vetëm rajonin, ndërsa në Europë vizitorët e huaj përbënin afërsisht 45.6% të gjitha net qëndrimeve në 3 muajin e parë të këtij viti, me ndryshime të mëdha midis vendeve të BE-s. Komisioni Parlamentar i Veprimit dhe Prodhuese miratoi projekt ligjin për programin operacional shumëvjetëçar të energjisë në kuadër të instrumentit të asistencës së parantarësimit IPA 3, që ka një vlerë për 79 milionë eurosh. Financimi parashikon disa fusha mbështetëse, që përfshin eficiencën e energjisë në ndërtesa, infrastrukturën e karikimit të makinave, apo përmirësimin e eficiencës së energjisë në kompanitë të ujësjellsave. Periudha e ekzekutimit të marrëveshjes financiare do të fillojë me hyrjen në fuqi të saj dhe do të përfundojë 12 vjet pas kësaj date. Shqiptarët janë të parët në rajon sa e përket të minutave dhe internetit që shpenzojnë për roaming kur udhtojnë në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Sipas një raporti të Këshillit të Bashkëpunimit të rajonit, Shqipëria ka numrin më të lartë të thirrjeve dalse dhe hyrëse apo trafikut të internetit për përdoruesit e roaming, në krahasim me 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Konkretisht, një shqiptar ka shpenzuar rreth 30 minuta dalse dhe 8.2 GB internet me roaming në Shtetin e Bashkimit Evropian, ndërsa rezulton mesatarisht 24 minuta hyrëse me roaming për një përdorues. Si rezultati i çmimeve të ulta, ka pasur një përdorim më të madh të minutave, internetit dhe SMS-ave me roaming, që prenisjes së zbatimit të dy marrëveshjeve përkatëse. Në vijim të interesit të shtuar në sektorin privat, edhe në fillim të vitit 2025 janë regjistruar disa aplikime për ndërtimin e centraleve fotovoltaike. Shoqëria Gramozi Green Energy ka aplikuar pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për ndërtimin e impjanti fotovoltaik me kapacitet instaluar për 38 MW në Bashkinë e Kolonjës. Impjanti nuk do të jetë objekt koncesioni dhe nuk do të përfitojë nga masat mbështetëse shtetërore. Sipas dhënave zyrtare për vitin 2024, rreth 6.25% e energjisë totale të vendit të prodhuar nga centralet diellore, ku peshën më të madhe mban centrali fotovoltaik i Karavastas, i cili gjeneroi 53% e energjisë diellore të prodhuar në shkallë kombëtare. Së shpejti, Shqipëria pritet të ketë portofolin e identitetit digjital. Autoriteti Kombëtar i Sigurisë Kibernetike ka publikuar për konsultim publik një projekt ligj për identifikimin elektronik, shërbime të besuara dhe portofolin e identitetit digjital, i cili parashikon ndërtimin e portofolit të identitetit digjital, një mekanizëm i cili do të japë çdo qytetari shqiptar një mjet të sigurt dhe të centralizuar për përdorimin e identitetit të tij digjital, me qëllim lehtësimin e aksesit në shërbime publike dhe private. Portofoli i identitetit digjital është një mjet identifikimi elektronik i cili lejon përdoruesin që të ruajë dhe të menaxhojë në mënyrën e sigurt të dhënat për identifikimin dhe vërtetimet elektronike. Pra është një dosje vetëm elektronike me të dhëna private, duke përfshirë kartë identiteti, pasaport, patent, diplomë, vërtetime shëndetësore dhe certifikata të tjera që një qytetari mund të nevojiten për të marrë një shërbim publik ose privat. Investimet në sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike arrin në 70 deri 80 milionë euro në vit. Administratori i operatorit të shpërndarjes së energjisë Enea Karakaçi ju përgjigj shqetësimeve të deputetëve në Komisionin Parlamentar të Ligjeve për furnizimin me energji elektrike në disa zona të ndryshme të vendit, duke bërë me dije se me fondet që janë në dispozicion synon që secili rajon të mbulohet me investime. Karakaçi foli dhe për disa zona prioritare ku do të investohet në këtë vit, me qëllim përmirësimin e furnizimit me energji. Të dhënat u bën me dije gjatë diskutimit të projekt ligjit për marrëveshjen e garancisë së kredisë 45.75 milionë euro nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Komisionerja për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos, gjatë raportimit të saj në Komisionin për Punët e Jashtme në Parlamentin Evropian, deklaroi se ritmi i reformave në Shqipëri po përshpejtohet ndjeshëm, duke afruar vendin drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian deri në fund të vitit 2030. Komisionerja Kos theksoi gjithashtu se brenda muajit qershor Shqipëria do të mund të hapë grup kapituj të tjerë dhe është prej bindur se gjatë mandatit të saj do të ketë anëtarësime të reja në Bashkimin Evropian. Hapjen e grup kapitujve të rinj me Shqipërinë e mbështeti dhe kryetari i Komisionit për Punët e Jashtme, David McAllister, i cili gjatë fjalës së tij theksoi se Shqipëria është në rrugën e duhur dhe duhet të vazhdojë me intensitet të lartë për reformat e nisura.
Rreth 70.000 aplikime regjistruar në e-Albania nga fermerët apo shoqëritë të bashkëpunimit bujqësor për të përfituar nga fondet e vëna në dispozicion për financimin e sektorit bujqësisë përmes skemës kombëtare të mbështetjes 2025. Aplikimet e skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi janë hapur në 14 prill dhe u mbyllën në 30 maj 2025. Dhe sipas të dhënave të AZBR-s, interesi më i lartë ka rezultuar për mbështetjen me naftën falas. Sa takon shpërndarjes gjeografike, edhe këtë vit numri më i lartë i aplikimeve është në qarqet ku bujqësia dhe blegtoria është më e zhvilluar si Fieri, Korça, Berati dhe Elbasani. Ndër kriteret kryesore është toka në pronësi apo përdorim të fermerëve përmes kontrate qiraje të notarizuar, si dhe mospasja e detyrimeve në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Bizneset po neglizhojnë ndjeshëm pagesën e detyrimeve tatimore ndaj buxhetit të shtetit, duke rrezikuar që të bien prej masave të ashpra, të cilat mund të çojnë deri në falimentin e sipërmarrjes së tyre. Por pavarësisht kësaj, vetëm në muajin maj të këtij viti, detyrimet e krijuara arishtazi arritën në 47 milionë euro. Referuar ligjit për procedurat tatimore të Republikës së Shqipërisë, administrata tatimore ka kompetencat për të mbledhur detyrimet tatimore të papaguara me forcë, për të cilat nuk është ushtrore drejta e henkimimit, apo kanë kaluar të gjitha fazat e shqyrtimit administrativ dhe gjyqësor. Totali i borxhit akumuluar nga sipërmarrjet ndaj administratës tatimore ndër vite arrin në 162.5 miliard lekë. Ndërtimi po luan një rol të rëndësishëm në ekonominë shqiptare, sidomos vitet e fundit, ku numri i ndërtimeve dhe vlera e tyre ka pësuar një rritje të ndjeshme, veçanërisht për periudhën pas pandemisë. Gjithashtu edhe çmimet e qiras dhe tregu i pasurive të paluajtshme po lulëzojnë gjithmonë më shumë. Që nga 3 mujori i fundit të vitit 2021, kosto e ndërtimit është shtrënguar ndjeshëm si në bazë 3 mujore, ashtu edhe vjetore. Sipas dënave më të fundit të publikuara nga Instat, indeksi i kushtimit në ndërtim në 3 mujorin e parë të vitit 2025 arriti në 113.1, kundrejt 3 mujorit e 4 të vitit 2021. Nëse flasim për ndryshimin nga 3 mujori i fundit të vitit 2024, është shënuar një rritje për 0.4%, ndërsa ndryshimi vjetor është 1% nga 3.4% që shënonte në vitin 2024. Duke marrë shkaz nga dy fishimi tarifave doganore nga 25 në 50% që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur për shumicën e importeve të çelikut dhe aluminit, Scanintel ka analizuar ndikimin e mundshëm që kjo masë mund të ketë edhe për ekonominë shqiptare. Bazuar në dhënat e tregtisë jashtme, giza dhe çeliku janë ndër mallrat më të rëndësishme për Shqipërinë, me peshë të lartë në total në importeve. Këto materiale janë etike edhe për sektorët kryes si ndërtimi, infrastruktura dhe industria përpunuese, çka do të thotë se çdo rritje e çmimit në tregjet ndërkombëtare mund të përkthehet në kosto më të larta për ekonominë vendase. Nga ana tjetër, eksportet e metaleve nga Shqipëria për gjatë periudhës janar-prill 2025 janë vlerësuar në rreth 13 miliard lekë. Gjithmonë më shumë qytetarë shqiptarë po zgjedhin që të kontribuojnë edhe në një pension privat, krahas atij shtetëror, me qëllim që të kenë një masë më të lartë përfitimi në pleqëri. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se numri i anëtarëve në fondet e pensionit privat ka arritur në mbi 46.000. Në krahasim me fundin e vitit të kaluar, kemi pasur një rritje me 3% të kontribuesve në fondet e pensioneve private. E thënë ndryshe, skemës së pensioneve private janë shtuar 1405 kontribues të rinj në 3 muajin e parë të vitit 2025. Totali i aseteve neto të fondeve të pensioneve private është 13 miliard lekë, vlerë kjo rreth 3.8% më lart se në 2024. Në 4 muajt e parë të vitit, bizneseve janë kthyer 5.4 miliard lekë apo 54 milionë euro të TVSH e paguar përmes procedurës së rimbursimit. Në raport në vit më parë, shifra për periudhën janar-prill ka rënë me rreth 39%, pasi në 2024 u rimbursuan 87 milionë euro në 4 mujor. Ende sipas muajve, vjet re një rritje progresive e rimbursimeve të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe shifra më e lartë rezulton të jetë në muajin prill me afro 18 milionë euro, ndërkohë që koha e kryerjes së këtij procesi po reduktohet. Në total janë rimbursuar 539 subjekte dhe 80% e kërkesave janë miratuar pa kontroll. Rimbursimi të TVSH për bizneset për gjatë vitit 2024 përmes platformës digjitale është bërë brenda mesatarisht 31 ditëve, duke reduktuar kohën e pritjes dhe lehtësuar tatimpaguesit, ndërsa deri në vitin 2027 planifikohet që afati mesatar i rimbursimit të arrijë rreth 25 ditë. Turizmi në Shqipëri ka njohur një hovë të jashtëzakonshëm për gjatë 2 viteve të fundit, duke thyer rekorde mujore dhe duke kthyer vëmendje ndërkombëtare drejt saj. Sipas Skifit Research, Shqipëria renditet si një nga vendet më miqësore me buxhetin, ndërsa Organizata Botërore e Turizmit
e cilëson si një nga performuesit më të mirë në rritjen e fluksit turistik, ndërkohë që revista Focus e përshkruan vendin ton si një perle e fshehur me potencial të jashtëzakonshëm për tërheqjen e vizitorëve në të ardhmen. Ndërkohë që sipas dënave më të fundit, Shqipëria renditet mes 20 vendeve më miqësore me buxhetin në botë. Plazhet me ujëra të kristalta në jug, si në Ksamil apo Dhërmi, ofrojnë përvoja që në vendet e tjera të mesdheut do të kushtonin 3 fish. Shqiptarët jo vetëm që po tërheqin më shumë para nga bankomatet, por gjithashtu po zgjidhin të depozitojnë më tepër para përmes ATM-ve sesa në sportelet fizike të bankave. Sipas dënave të publikuara së fundmi nga Banka e Shqipërisë, në 3 muajin e parë 2025 janë kryer 31% më shumë depozitime sesa në 3 muajin e parë 2024. Edhe ndryshe në këtë periudhë janë realizuar 71.000 depozitime më shumë, duke çuar numrin total në 300.000. Në muajin mars rezulton të jenë depozituar më shumë para, ndërsa në shkurt, megjithëse janë kryer më pak depozitime në numër, në krahasim me janarin, shuma ka qenë më e lartë. Në 3 muajt e parë të këtij viti janë depozituar 13.6 miliardë lekë në ATM. Statistika zyrtare flasin për një rritje 21.5% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit më parë. Enti Rregullatori i Energjisë parashikon rritje të ardhurave për pagesat rregullatore të kompanive që operojnë në tregun e energjisë. Në total, ky dikaster synon që të mbledh rreth 392.8 milion lekë për vitin 2024 nga subjektet e licencuara në sektorin e energjisë elektrike dhe gazit të lëngshëm natyror, ndërkohë që në raport me vit më parë janë gati 24 milion lekë të ardhura më shumë. Tarifat për secilin subjekt janë përcaktuar përmes një vendimi të miratuar pak ditë më parë nga enti rregullator pas dorëzimit të pasuriave financiare nga ana e subjekteve. Ndërkaq, ky është viti i 6 me radhë ku aplikojnë pagesat rregullatore fikse prej 100.000 lekësh për shoqëritë e licencuara në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike që në vitin paraardhës nuk kanë pasur aktivitet. Pensionistët në Shqipëri do të mund të përfitojnë pension të 13, që synon të rrisë disi të ardhurat e tyre vjetore. Qeveria shqiptare ka parashikuar këtë risi në dokumentin e miratuar në mbledhjen e fundit, që të paktën deri në 2030 të realizohet si një formë për të ofruar më shumë dinjitet për pensionistët aktual. Deri më tani qeveria shqiptare ka aplikuar indeksimin vjetor të pensioneve sipas inflacionit të çmimit të shportës, si dhe bonusit vjetor, i cili përgjatë 2024-s ka qenë në rritje në raport me vitet e tjera, megjithatë duke qenë se pensionet në Shqipëri janë ende në nivele shumë të ulta në raport me koston e jetesës, duke se këto politika kanë qenë të pamjaftueshme. Të ardhurat nga sigurime shoqërore dhe shëndetësore përgjatë 2024-s kanë ardhur në rritje të vazhdueshme, por pavarësisht rritjes, ato nuk kanë arritur të mbulojnë kërkesat në rritje të pensioneve. Këshilli i Ministrave ka miratuar programin kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike për profesionistë të rinj. Referuar vendimit, programi kombëtar i praktikave të punës synon të përfshijë të rinjt në një eksperiencë pune në ndërveprime profesionistë të karrierës në administratën publike, me qëllim përfitimin e një përvoje kualifikuese që ndikon në zhvillimin e aftësive të tyre profesionale dhe të shprehjeve të tyre praktike në njohje me sistemin administrativ publik. Programi përbëhet nga një periudhë praktike 3 muajore dhe një periudhë punësimi 1 vjeçare me kontratë, që njihen si përvojë pune për gjatë rekrutimit. Gjatë praktikës të rinjt përfitojnë kompensim financiar prej 500 lekësh në ditë dhe trajnim në shkollën shqiptare të administratës publike. Qeveria shqiptare parashikon që deri në fund të vitit 2030 të rrisë në masën 50% pensionin mesatar në Shqipëri. Aktualisht pensioni mesatar i pleqërisë në vend, sipas të dhënave të vitit 2024, është 184 euro për pensionet urbane dhe 110 euro për pensionet rurale. Shka të thotë se brenda 5 viteve pensionet e qytetit pritet që të shkojnë rreth 276 euro dhe pensionet e fshatit 165 euro. Në dokumentin e miratuar nga qeveria shqiptare mbi masat që do të merren për pensionistët dhe në fund të vitit 2030, thuhet se ruajtja dhe zhvillimi i reformimit gradual dhe në mënyrë të qëndrueshme i moshës së daljes në pension për burra dhe gratë është një nga mënyrat për të krijuar një pavarësi financiare për pensionistët, ndërsa theksoi se përmirësimi gradual i të ardhurave të pensioneve më të ulta, duke ofruar mbështetje financiare të qëndrueshme për të moshuarit më të varfër, është një domosdoshmëri. Shqipëria dhe Kosova janë ndër destinacionet më të preferuara të njëra tjetrës për pushime. Vizita e fundjavë të shkurtra, sipas shifrave të fundit publikuar nga Instat, hyrjet nga Kosova kanë peshën më të madhe në vendin tonë dhe po ashtu edhe sa i përket numrit të vizitave në strukturat akomoduese. Scanintel ka marrë në analizë në muajin mars të vitit aktual, si muajin e fundit për cilat janë publike të dhënat e strukturave akomoduese, për të parë se si paraqiten vizitat mes shqiptarëve të Shqipërisë dhe atyre të Kosovës.
referuari i stat, numri vizitorëve në strukturat akomoduese në Shqipëri u regjistrua në rreth 140.000 në muajin mars, ku rreth 87.000 prej tyre janë nga jo rezidentët. Nga këto, vizitat nga Kosova dhe një pesh prej 15%, pas italianëve me një pesh prej 23%. Pra nisur nga ky raport mund të themi se numri i shqiptarëve nga Kosova që u akomoduan në Shqipëri vlerësohet në rreth 13.000. Ministeri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, me mbështetjen e Komisionit Evropian, po zbaton projektin Digital Innovation Unit, që synon të krijojë një qendër inovatore për transformimin digjital në Shqipëri, i cili do të shërbejë si një pikë referimi për zhvillimin e teknologjisë në vend dhe do të kontribuojë në përforcimin e kapaciteteve konkurruese të sipërmarrjeve shqiptare, veçanërisht ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Qendra Digital Innovation Unit do të ofrojë një gamë të gjerë shërbimesh, duke përfshirë të shërbimet e digitalizimit, trajnime teknologjike si dhe mbështetje me akses në financim për sipërmarrjet, startupet dhe SME-t. Në të njëjtën kohë me ndërhyrjet për rritjen e pensionit mesatar dhe dhënien e pensionit të 13, qeveria shqiptare do të rishikojë kornizën ligjore në drejtim të uljes së normave të tatimit për të ardhurat e të punësuarve në moshë pensioni, me qëllim ofrimin e stimujve për individet që vazhdojnë të kontribuojnë për pensionet dhe sigurimet shoqërore deri në moshën e vonë të jetës. Qëllimi është për të siguruar një mbështetje më të madhe financiare në periudhën që paralelisht përfitojnë pension pleqërie dhe njëkohësisht janë edhe kontribuesi të punësuar në sektorin privat. Kjo politikë është një mundësi për të motivuar financiarisht popullatën në moshë pensioni, jo vetëm të jetë aktive, por edhe të mundsojë rritjen e të ardhurave dhe të sigurojë pavarësinë financiare. Deputeti Eduard Shalsi ka propozuar ndryshime në ligjin për investimet e huaja, duke synuar shtimin e një mekanizmi kontrolli për investimet që lidhen me sektor strategjik dhe të ndjeshëm për vendin. Konkretisht, propozimi parashikon që në nenin 10 të ligjit të shtohet një paragraf i ri, sipas të cilit investimet e huaja që prekin infrastrukturën publike kritike, teknologjinë kritike, furnizimet me mallra të rëndësishme apo aksesin në informacion sensitiv mund të nështrojnë një proces i vlerësimi ose ekzaminimi nga autoritetet shtetërore. Investimet që lidhen me infrastrukturën publike kritike përfshin energjinë, transportin, ujin apo rrjetet digjitale. Administrata tatimore ka rritur ndjeshëm në 5 mijë të ardhurat e mbledhura në buxhetin e shtetit, kryesisht sa i takon kontributit të sigurimeve shoqërore dhe zërit të tatimit mbi të ardhurat personale. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për periudhën janar-maj 2025 janë rritur me 3 miliard lek, më shumë se plani ose 4.52% më shumë, ndërsa krahasuar me faktin e vitit të kaluar, rritja është me 7.7 miliard lek më shumë, ose 12.1%. Konkretisht në 5 muaj nga ky zë, janë mbledhur 71 miliard lek, apo 710 milionë euro, ndërsa vetëm për muajin maj 2025, kontributet rezultojnë me rritje 8.2% ndaj planit dhe 1.5 miliard lek në raport në muajin maj. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për ju, bashkë mirëpafshim.